Po dëm me materiale patët, u drejtuat te organet kompetente? Unë kam dëm me materiale për arsye sepse xhamin e makinës parë ata me shkop bejsbolli sepse e përdoren gjithkund atë. Thyen edhe xhamin e makinës përparme, janë gjurmat e gishtit makinës, unë nuk e kam larg fare makinën dhe s'do ta laj dhe policia e din sepse ka bërë edhe fotot vet policia, pasi unë isha vet direkt dhe kam bërë denuncimin menjëhershëm në rajonin numër 4 të policisë Tiranës. A ndiheni ju të kërcënuar për momentin? Si do të veproni? Unë jam ndjer i kërcënuar që kur kam hyrë këtij problemi për të zgjidhur problemin e pronave të trashëgimtarëve të mi. Por nuk më intereson as edhe një mënyrë frika. Nuk ekziston frika tek unë. Tek unë ekziston vetëm ajo që ç'është e imja do të jetë e imja dhe nuk e gëzon kush. Aktualisht çfarë po ndodh në Riau? Unë aktualisht nuk jam atje sepse jam në një lindje, pasi kam një lindje të një nipi, që unë sot jam bërë gjysh për herë parë, kështu që nuk kam shku atje, kështu që nesër prap atje do jem. Zoti Brek, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve që keni këtë interesim veçantë. Gjithë mirat.